Ju përshëndes nga Kastoria ose Kosturi, siç e njohim në Shqip, këtë qytet të vogël, të veçantë, të bukur, të banuar shumë nga shqiptarët, padyshim, ku në 1922 do ndryshonte totalisht edhe do t'i kalonte më pas zotërimit grek. Por sikurse e thon studiosit, deri në vitin 1995 ka qenë gati 10 fshatra në këtë qytet që kanë folur në gjuhën shqipe. Është banuar shumë nga shqiptarët dhe në vitet e hershme para se të më pas të kalonte edhe në zotërimin grek, kohën e perandorisë osmane, ka qenë kryesisht shqiptarët të cilët e kanë zotëruar brez pas brezi këtë zonë të njohur sot Kastoria, thon grekët, apo Kosturi shqip. Një qytet i vogël, i bukur, padyshim sikurse shohim edhe nëpërmjet pamjeve në këtë çast me rosa në liçen dhe që shtrihet i gjithi në këtë zonë. Padyshim, ky është një ndër qytetet që është më pranë Shqipërisë, pra territorit shqiptar apo kufirit greko-shqiptar, mund të jetë vetëm pak kilometra nga kufiri, janë gati për na sulmuar, jashtë stjegjës. Dhe padyshim që qëndron sot e kësaj dite edhe si një formë kujtese për të treguar edhe një herë që shqiptarët kanë qenë shumë edhe më të mëdhenj, edhe më të guximshëm, edhe më sundues në të gjithë territor që unë do ta thoja personalisht dhe përkiste më së miri shqiptare, por ndarja territoriale e bërë padyshim edhe të gjithë epoka e politikës e luftimit më pas edhe zotërimit të bërë edhe nga grekët ka mbërritur në të pikë në cilën ne jemi. Kjo është hyrja e qytetit të Kastorias. Kastoria. Dhe do të vijojmë tani më tej. Sigurisht, për të gjithë ju që më ndiqni, falenderoj, janë video të thjeshta dhe amatore të realizuara nga celulari, pavarësisht profesionit tim si gazetar. Unë do doja shumë që të zhvilloja një emision të dedikuar apo një dokumentar për këto zona, edhe për gjithë çamërinë, gjithë shka që lidhet me Shqipërinë në këtë pjesë, por aktualisht jam me pushime, jam për shëtitje, për të shijuar disa ditë lëvizje dhe ndërkohë po përpiqem që të pasqyroj aq sa mundem edhe në kanal në YouTube të gjitha këto informacione që të marra në dorën e parë, po themi kështu, dhe të shpërndara padyshim pa ju futur një studimi të mirëfillt apo pa patur edhe ndonjë studiues konkret që mund ta bëjmë edhe mirë. Por ju premtoj që do ta bëj në mënyrë profesionale sepse vërtet ja vlen. Ndërkohë po ja pasqyroj në kontekstin turistik për ta shijuar disi. Jam i sigurt që shumë prej jush e njohin, e kanë vizituar dhe nuk është se do ta shihoni si në një zonë apo qytet mbres lënës, por është i lezetshëm, është i këndshëm, është fare pranë kufirit shqiptar.